Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Po filloj me emrin e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, këtë takimin ton vllazëror. Po fillojmë këtë takimin vllazëror duke ju lutur Allahu xhaleshanuhu që këta vëllezërit e mi dhe motrat e mia që po takohen për së pari herë me këto fytyra të shëndritura, me këta njerëz mubarek të bekuar, i lutëm Allahut mi ju bekue, e mi ju mëshirue juve dhe neve. I lutëm Allahut xhaleshanuhu me zemër që këto 10 ditë e fundit mi ju ngrit shkallën më të lartë në shkallët e xhenetit, të shpërblimit, të kënaqësisë shpirtërore. I lutëm Allahu xhaleshanuhu me zemër që s'bashku kështu në xhenet, si na ka të bu në këtë vend të bekuar, në këtë xhami të madhështore, mashallah, tabarakallah, urime për hajër ju qoftë, hera parë po vi. Inshallah dhe në xhenet karshi njëri tjetrit, ala sururin mutaqabilin, me koltuqe, e duke i shijuar të mirat e xhenetit. Allahu na bof nasip gjithëve me qenë pjesëtar të xhenetit. Në rast të dytë e falenderojmë efendiun, kolegun ton të nderuar, Mulla Beratin, Allah i dha shëndet dhe rahati dhe vëllezërve dhe kryesisë së xhamisë për mikpritjen tuaj. E po ashtu dhe imamin e nderuar që emri nuk po ta di po më halal. Allah i rujt, ju falenderoj nga zemra. O vllazën të ndershëm, o motra të ndershme, këto momentet, vizitat e fundit a keni pas sikur sa ata lojtarët kur lodhen, atë në minutat e fundit lojës, po kanë nevojë për preskipak, për pushime në mënyrë që me vazhdu misionit e iskajnë. Unë e di që edhe ju jeni lodhur, po ndoshta edhe ne ka pak, e këto momente që po i kalojmë tani me juve, janë momentet freskimit, mi dho gajret njëri tjetrit, mi dho kuraja. Jemi duke garua këto 10 ditë e fundit, po me arrit ato momentet, atë dakikin, atë momentin ku është ajo dita, apo ajo momenti, ajo natë ma mirë se 1000 muaj. Atë natën madhështore, Allahu na bof nasip të dhe juve dhe neve. E dietarët e fesë islame na flasin, ajo natë o shumë interesante është. Një me këto 10 ditë e fundit, po nëherë qëllon 21-in, nëherë 23-in, 25-in, 27-in, 29-in, po ka njerë 23-in, 25-in, dhe thot, është i lëvizshëm. Pse është i lëvizshëm, dhe me thënë ai moment, apo ajo natë, pse është i lëvizshme? Në mënyrë që muslimani gjithmonë me qenë gati, me qenë duke hulumtu, me qenë gatishmëri. Që këto 10 ditë e fundit, ku pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, janë 10 ditë ku lirohen nga xhehenemi. Shpëtojnë Allahu xhaleshanuhu me urdhën e tij, me mëshirën e tij, njerëzit që kanë pas më kon xhehenem liru në Zot, këto 10 ditë e fundit i qet jashtë, i shpëton, i liron. Inshallah jemi pi atynve. Allahu na bof nasib ya Rabbil Alamin. O vllazën të ndershëm, çka këshilloj veten edhe juve, na kem nevojë pak me ditë pak, jemi lodh, jemi afru ka fundi, apo na pranon këta vepra të Allahu xhaleshanuhu pak. Kam dëshirë me ditë pak, sikur sa ata studentët a keni pa në universitet, para provimeve, po pyesin pyetje, shkojnë te doktori atë në zyre, çush i kam notat, a do ta marr 3, a do ta marr 4, a do të ngeli runa Zot, ju hin frika, apo e kalen apo jo. Edhe neve pak ka nis më na hi frika në zemër, po dëna me ditë, a do të kalojmë, çka janë shenjat e kalimit, a ka do paralajmërime, a ka do paragëzime që Allahu është i kënaqur me mua, Allahu është më ka pranuar veprën time, agjerimin tim, e sadakat e mia, e namazin tim, dhikrin tim, leximin e Kur'anit,
duat e mia, istigfarin, e besa bez ndoshta edhe sejdë, i kemi ato momentet private se cili prej nesh, para madhnisë Allahu Gjeleshanu, ku edhe lëshan lot, pikon lot, qanë për ymmetin Muhammed, qanë për halin e muslimanve, qanë për gjunat e veta, qanë për udhëzimin e fëmijëve, qanë për udhëzimin e vajzave, qanë për udhëzimin e krejt familjes, o Zot, jenë ato momentet që na duhet me Allahun Gjeleshanu me qenë pak ma të kapur, ma të dashuruar. I kemi ato momentet. E tash pyetja shtrohet, çka jenë ato shenjat që pakun e me ditë që Allahu mi ka pranu që 25-6 ditë nuk ka agjiru. E dietarët islam në kanë dha pak lajme, në kanë treguar pak, nëse i shihni që të shenjat në jetën tuaj, në mendimet tua, në zemrën tënde, gëzohu, myshde se ta jenë shenjat që ti ka pranu Allahu lutjet e sakrificat e vepra. Nër ato shenjat e para numër 1 që ju duhet më gëzu edhe na, nëse e ndijen në zemrën tënde një freski të madhe, nëse e ndijen në zemrën tënde një lumturi të madhe, nëse e ndijen në zemrën tënde një lehtësim të madh, që po vjen xhami, po agjeron aktiv, energji pozitive, tu busqesh, tu bëzjaret, iftar, me qëtë ka falë Allahu, për i thirë vlezërit, për i thirë të afërmit, jetë dinamik. Nëse jenë këto shenjat, këto paralajmërimet, këto sensorat, këto dritat, nëse i kije kështu, nëse i je, gëzohë se këta janë shenjat që Allah ti ka pranuar ibadetet, ti ka pranuar lutjet. I lutëm i Zotit po kom për atynve, thuni amin në zemër, o vllazër të ndershëm. E besoj që i këto momentet e fundit, këto 10 ditë e fundit, se cili jemi në një gjendje të lartë shpirtërore, jemi me një gëzim që elhamdulillah na ka ndëru Zotit që jemi musliman. Fali qofshim Allahu Gjeleshanu që na ka ndëruar që të jemi musliman. Shenja numër 2, nëse e sheti trupin tënd, është që sa herë e bën një vepër të mirë, me njerë pas asaj vepër të mirë, një tjetër e bën. I ki falë 2 recate namaz nafile, 2-4 recate taravi, edhe 4 i shtove, gëzohë se kjo në plus shenja që Allahu ti ka pranuar veprat, është shumë i kënaqur me ty. Po jo me 4, pishtoj edhe 4, gëzohu se Allahu Gjeleshanu qenë ka i kënaqur me ty, sepse vetëm jenë duke shku në progres, jetë duke ecë për para. Po, kum dho 1 dinar sadaka për Allahu Gjeleshanu, e tani jo bre 2 dinar dhe t'jap inshallah, se më ka dhonë Zoti Gjeleshanu, gëzohu, thuj elhamdulillah se këta e në shenjat që ti e ke kalu këtë provim, dhe veprat e Ramazanit, punët e tua, anën shpirtërore që i lidhen me të madhin Zot, anën sociale që po tregon kontribut të pa ndashëm, pa këputur, Allahu qenë ka duke i pranu sepse gjithmonë jenë progres. Kjo është shenja e dytë, si cili tash duhet me korrigju veten, si i ka halët, por 99% besoj që këtë aspekt s'ke një problem, inshallah, ja Rabbel Alemin. Shenja numër 3, nëse na po e shohim veten tonë, gjithmonë sa herë që bëjmë vepra të mira, po Allahu na shton falënderimin gjuhën tonë. E falenderojmë Allahun Gjeleshanu dhe kjo ndikon pozitivisht në sjelljet tona, në sytë tanë, në veshët tanë, në gjuhën tonë, në gjymtyrë tona, na jemi përmirësu shumë. Nuk jam unë ai i cili kam qenë para Ramazanit. Nuk jam unë ai i cili kam qenë para agjerimit, tani kom bën një servisim, një ripërtrirje psiqike,
shpirtërore, po edhe morale, etike në jetën tënde. Jem bo për mashallah fjalët në dyta ofenduse që i dhërojnë Allahun, i dhërojnë pejgamberin, nuk i përdori, sytë e mi që ndoshta para Ramazanit dhe njëherë jenë në dytë, jenë përlyje me haram, tani Ramazan s'ka bo vaki, kësy, apo këto shqisa unë mi njollos, diçka me këqyrë që Allahu ka ndaluar, këto veshët e mi, nashta para Ramazanit, kom pas zakon, me ngu thashe thamet, me ngu bisedat kota, pastaj me qenë edhe postier gratis, mi përhap ato lajmet, dezinformatat, tani veshët i kam në kontrol, syt i kam në kontrol, shqisat i kam në kontrol, kjo është shenja e tretë që Allahu tyje ti ka pranuar veprat. Është shumë i kënaqur me tyje. Pa shenja numër 4, këtë kemi ndëgju për Hazreti Ibrahimin a.s. për ndërtimin e Qabës. Wattakhadha Allahu Ibrahime khalila, i dashur i Zotit. Me emrin e Allahut, Allahu po urdhëron me ndërtu shtëpinë e Zotit Qabën, dhe me bismillah po i nis themelet e Qabës. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail, babë bir pejgamber, baba më i dashur i Zotit, për ndërton shtëpinë e Zotit me urdhrin e Zotit xhalla shanu. Shefni çfarë plusa, çfarë privilegje? Mbasi që e ka ndërtu, i ndërtun ngritën Qabën, shifni edukatën koranore, shifni edukatën shpirtërore dhe botërore. O Zot, taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. O Zot, na e bonëm mundin ton, i bonëm këto vepra. Ja Allah, para madhvis tonë dhe jem unë, ne pranoneve prej nesh këtë vepra. Shifni çfarë edukat Hazreti Ibrahimi, Hazreti Ismailin, po të regojnë botës edhe neve, para afër 5.000 viteve kër e ka ndërtu Qabën, i ndërtu o Zot, taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim, Rabbana waj'alna muslimin lak, o Zot, prano prej nesh, tu turpruo para madhvi Zotit, tu frigu se s'po pranohen këto vepra të mira, zemrat i udhridhet, o Zot, prano në prej nesh. Nëse edhe ti tani këto ditë të fundit e ulish kokën, dhe drejtohesh me sinceritet të Allahu xhaleshanu, drejtohesh me zemër të dridhur, o Zot, pranon prej neve këtë agjerim, këto veprat e mira që i kom bë, këto iftarët, këtë lexim Kur'anit, këtë dhikr, këto vizita që i kom bë, o Allah ti je i plot fuqishëm, unë jam i dopt, ti nuk ke nevojë për ibadetet tona, por na ke nevojë për mëshirën tënde. Me këto fjalë nëse lutesh te Zoti xhaleshanu, më yshde gëzohu se Allahu ta ka pranuar ibadetin, se nuk je treguar mendje madh mas veprave të mira, unë e kum bë, unë e kum agjeru, unë e kum ndërtu këtë, unë e kum bë këtë, s'ka çare pa ma pranu Allahu. Kjo sjellje nuk i ka hije muslimanit. Kjo etik nuk i ka hije muslimanit. Pasi që ta bën veprën, pasi që ta bën punën, drejtoj ju Zoti xhaleshon, o Allah lutemi për hatër të Kur'anit, për hatër të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na prano këtë vepër prej nesh. Na i fal kusuret tona të plesht, kanë thonë kështu. Na i fal gabimet tona, të gjavëz anna. Ja Allah, me këto fjalë nëse ti jeton gjatë Ramazanit, po edhe pas Ramazanit gëzohu se ty Allah të kabul të ka pranu dhe lumi ti njështë për tyje, gëzim për tyje, lajmërit i mirë. Po, sepse ki punu si Ibrahimi a.s. si Hazreti Ismaili dhe djali ti. Hazreti Aisha, Allah zë të ndershëm, nuk do me javaz gjatë juve, vetëm edhe qëtë rast fundit, pe lexon ajetin e Kur'anit,
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Ja Resulullah po thot, Allahu Gjeleshanu në këtë ajet Kuranit, për I përmendo burat mirë, ata cilët japin për Allah. Mirë pa jeti po thot, ata po japin për Allah, po zemrat e tyre ju dridhen. Kanë një frikë në zemër. E normal, me logjik me marë, kur t'japish të dosh me qenë I sigurt, busqeshur, mirë po, niveli më I lartë I edukatës shpirtërore me Allahun, në atë momenti kur t'jep, po, ti pak dosh më të ruprua dhe më ndi shumë modest, apo ta pranon I madhi Zot. Hazreti Aishja nuk e ka kuptu këtë ajet kështu që fjala këtu bëhet për besimtarët e mirë, muslimanët e fortë, ka kujtua, ka thënë ja Resulullah, ata po japin edhe po frigohen, zemrat ju dridhen. A janë ata njerëz gjunaqar? A janë ata që po tutën për gjunat e tyre? A kanë bërë gabime të mëdha? Kush janë këta njerëz që I ka përmendur Zoti këtu? Edhe ata kur japin për zemrat ju dridhen. Ka thënë la yabnata Siddiq, jo I bia e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Jo, fjala është për muslimanët që e falin namazin, e agjerojnë Ramazanin, e japin zekatin, e falin natën, jenë shumë devotshëm, po kur japin ata, po kanë frikën e madhe zemrat e tyre, dhe zemrat e tyre ju dridhet zemra. Edhe I japin zekatin, japin ndihmat, po dhe kanë frikë, apo I pranon Allahu apo jo. Shifni çfarë edukat Kurani madhnueshëm, çfarë etik në ka mësuar neve, që edhe kur falemi, duhet kemi tërbije e edukat, e të tregojmë reflektime, të reflektojmë pozitivisht, që tjertë me marrë shembull prej nesh, të jemi model aktual për dikon tjetër, po edhe kur japim kontribute, duhet me qenë shumë të kujdesshëm, se Allahu Gjeleshanu apo ta pranon këtë kontribut. Zemra duhet më rënqeth, mu të dridh në zemër, sa pe pranon Allahu Gjelle Gjelaluhu. Këta jenë ata sifatet, cilësit, tiparet, karakteret e burave të mirë, që I ka përmend Allahu në Kur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bej'un an dhikrillah. Burat që nuk I hoton dynjaja, nuk I hoton tregtia nga Allahu Gjellëshanuhu, nuk I hoton ata, as pak biznesi I kësaj dynjaje, jenë vazhdimisht me Allahu Gjellë. E nëse I ki këto shenja, o vlla I dashur, o motër e ndershme, ti edhe une, këto 10 ditë e fundit, tani këto momentet e fundit, po, thuj elhamdulillah, o Zot, bon më nasib, gjithmonë të jem kështu I letë në zemër, gjithmonë të jem aktiv, gjithmonë të kem energji pozitive, gjithmonë të jem modest, gjithmonë të jem falendërues. Këta jenë ato tiparet që duhet çdo musliman me pas në trupin e tij, në sjelljet e tij, në gojen e tij, në sytë e tij. Ramazani, shkollë shpirtërore, shkollë për me reformuar shpirtin, shkollë për me reformuar mendjen, shkollë për me reformuar gjendjen sociale, vllazërore tonën. Hamdi qoftë Allahut pa janda. E falenderojmë me zemër që në ka bën prej muslimanëve, e falenderojmë me zemër që në ka bën nasib me agjerua këtë muaj, e falenderojmë me zemër që në ka mundësua dhe këto ditë të fundit me imbri. Inshallah jemi shëndosh të rahat herave tjera, dhe Allah shumë Ramazane tjera jemi gjallë, dhe I përjetojmë këto momentet e bereqeqme. Allahu qoftë I kënaqur me ju, ju falenderoj nga zemra për nderin dhe respektin, ju falenderoj nga zemra për ndëgjimin tuaj dhe kohën tuaj, e I lutem me Allahu gjithmonë me na mbledh në hajër, gjithmonë me na të bëjë rreth Kur'anit, rreth fjalës së Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. E vëllezërve tanë kudo që jenë të sëmur, Allahu inshallah I shëron të sëmurët tanë, e vëllezërët tanë që janë me kriza fizike, psiqike e financiare, I lutem me Allahu mi shpëtu ata, mi nxjerr nga këto krizat që I ka kapluar ata,
hatri muajit Ramazanit, e vëllezërit tanë që kanë probleme familjare e shëndetësore, inshallah Allahu ju ndihmon atyre, ju përforcon trupin e tyre, u lehtëson jetën e tyre, e inshallah dhe vëllezërve tanë kudo që të jenë në Palestinë, në Yemen, në Sudan, në Siri, ju ndihmon Allahu ya Rabbel Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El Fatiha.